Helmit dhe Helmit. Kurse si qytetar shqiptar unë shikoj dy zgjidhje në Shqipëri për momentin. Ose të pranojmë të vdesim në këtë vend, të smuremi nga kanceri, ose të largohemi nga ky vend. E për mua asnjëra nga këto zgjedhjet nuk është. Unë do të vazhdoj që ndrojmë këtë vend, ta luftojmë këtë kriminalitet përdiqën që bëhet këtu. Jo më lart se mbrojmë ka filluar digjet ky pikë grumbullimi mbetjesh këtu. Pak më poshtë është plumi më i ndotur në Evropë, edhe një ndër arsyet është sepse këtu vazhdojnë qytetarët, bizneset, rregullisht hedhin mbetjet. Disa herë kam ngritur si denoncim, e siç e shikoni sot, mbas rreth 10 orësh djegje, akoma del tym. Imagjino se sa helm kemi lëshuar në ajër, e imagjino gjithë ky helm që është në ajër, do bjerë në tokë dhe do virë herët apo vonë në pjatën tonë. Përveç kësaj, ajo që nuk shikoni shumë këto është pjesën e madhe atyre mbetjeve që digjen në plastik. Plastika është riciklueshme në Shqipëri, vetëm se shqiptarët nuk duan ta riciklojnë, duan të helmosen. Në flas shqiptarët flas edhe për nivel qeverie. Pak më mbrapa atje, po shikohet është edhe qelçi, që shteti shqiptar dhe policia e shtetit të dinë shumë mirë se cilat janë kompani që prodhojnë mbetje qelçi dhe cilat janë ato kompani që hedhin ato qelçi aty. Dhe ato kompani që hedhin qelçin, hedhin dhe plastikën edhe hedhin gjitha mbetjet e tjera. Prandaj sot i them policisë shtetit që nuk është pamundësia për të na shpëtuar këtë ndodhje, por është thjesht mungesa e dëshirës së vullnetit, sepse ju dini shumë mirë, ashtu siç e di unë, edhe çdo qytetar i kësaj zone, se kush i hedh mbetjet, pse i hedhin, nga vijnë edhe çfarë mund të bëjmë me këto mbetje. Por qytetari e ka zgjedhur rrugën më të thjeshtë, se një vend pa shtet, hidh mbetjen në bregun e lumit, digji sa herë don, mbytë këtë vend, mbytë këto njerëz, edhe vazhdojmë jetojmë. Kjo është Shqipëria e Evropës, që Turk TV shqiptarëve, edhe qeverisë tonë që nuk ka mundësinë për të na mbrojtur nga ky kancer që qëllirohet për ditë. Sepse kjo nuk është fare domosdoshme, siç e shikoni një pjesë edhe mbetje inerte, që mund të përdoren shumë mirë për mbushje, një pjesë mbetje tekstile, një pjesë mbetje plastike që shumë mirë mund të riciklohen, edhe xhami aty në fund mos ta harrojmë. Kjo është Shqipëria 2030-s dhe këtë Shqipëri ne do ta luftojmë sepse kjo nuk është Shqipëria që e pranojmë ne. Prandaj unë kam vendos që bashkë do të luftojmë këtu dhe nuk do shkojmë në Gjermani apo në Evropë për një jetë më të mirë apo për një ajër më të pastër. Sepse këtu kemi lindur, edhe këtu kemi plan të vdesim, por të vdesim në mjedis shëndetshëm dhe jo këto që në këto lloj mjedisi siç na e lejnë qytetarët tanë. Faleminderit.